Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres, vëllezër dhe motra, ju të cilët na ndiqni nëpërmjet TV Ikres, portaleve të Bashkësisë Fetare Islame dhe televizioneve lokale, mirë se takohemi sërish këtu në TV Ikre. Dashti Allahu Gjelleshanuhu që edhe këtë vit ta përjetojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Njëkohësisht ju njoftojmë se gjatë gjithë muajt, ashtu sikurse edhe vitet e kaluara, do t'ju shoqërojmë në kohë të iftarit me ligjërata të ndryshme nga profesor, hoxhallar, të cilët do të trajtojnë tema mbi vlerën, rëndësinë dhe dobitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Fillimisht shfrytëzoj rastin që në emër të Bashkësisë Fetare Islame, në krye me Reisul Uleman Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetajin, në emrin e stafit të TV Ikres, t'ju uroj këtë muaj të bekuar të Ramazanit me lutje drejt Allahut fuqiplot që të gjitha ibadetet, adhurimet, veprat e mira, lutjet të cilat do t'i bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar, Allahu Gjelleshanuhu na i pranoft dhe dashtë Allahu që nga ky muaj të dalim të falur nga mëkatet tona nga ana e Allahut Gjelleshanuhu. Të nderuar teleshikues, jemi dëshmitar të asaj se këtë vit muaji i Ramazanit apo agjërimi nuk na vjen në një realitet të qetë. Shohim se jemi në një botë të trazuar, të pasigurt, të lodhur dhe shpesh të friksuar. Andaj pikërisht muaji i Ramazanit vjen si qetësi, si strehim dhe na përkujton se ajo që duhet ne të kemi parasysh është mbështetja tek Allahu fuqiplot dhe askund tjetër. Ramazani është një obligim me qëllim dhe nuk është një barë pa kuptim. Siç e dimi të gjithë se Allahu Gjelleshanuhu kur flet për obligueshmërinë e agjërimit, thot: Esta'idhu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhalladhina amenu, kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Ky ajet nuk thot se u është bërë obligim agjërimi që të lodheni apo që të tregoni ndonjë vështirësi tjetër, mirë po qëllimi dhe synimi kryesor i agjërimit është që të arrijmë devotshmërinë. Në këtë ajet Allahu Gjelleshanuhu i ka përmendur 3 koncepte. Fillimisht ju drejtohet atyre të cilët kanë besuar, besimtarve. O ju të cilët keni besuar, koncepti i dytë është obligueshmëria e agjërimit. Ju është bërë fars, ju është bërë obligim agjërimi i muajit Ramazanit dhe në fund vjen edhe esenca edhe qëllimi që ju të bëheni të devotshëm, pra devotshmëria, sepse mënyra më e mirë që njeriu mund ta testojë devotshmërinë është agjërimi, për shkak se i vetmi ibadet i cili bëhet kur nuk të sheh askush është pikërisht agjërimi. Në një botë ku gjithçka është pa kufi, konsumi, informacioni, reagimi, Islami e vendos kufirin si mjet shpëtimi. Agjërimi është shkollë e ndalesës, sepse nganjëherë ndalesa në kohë kaosi është edhe mëshirë. Ramazani na vjen si muaj i lehtësimit, jo i vështirësimit. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot: Idha jaa Ramadanu futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin. Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët. Ky hadith
në të shumtën e rasteve, edhe pse e kuptojmë në aspektin metafizik, ky gjithashtu ka edhe një kuptim të qartë, shumë praktik. Ambienti shpirtëror gjatë këtij muaji ndryshon. Mundësitë për të bërë vepra të këqija zvoglohen, ndërsa mundësitë për të bërë veprat e mira shtohen edhe më shumë. Nëse në një ambient të tillë njeriu nuk arrin të gjejë qetësi, atëherë le ta kuptoj se nuk është problemi muaji Ramazanit, pra agjerimi, por është problem vetë brendësia e njeriut. Kjo hadith na tregon se muaji i Ramazanit është muaji i hapjes, jo i mbylljes. Është muaji i shpresës, jo i frikës. Është muaji i afrimit dhe jo i tensionit. Ramazani na vjen në një kohë frike dhe pasigurie globale. Sot, gjithashtu siç përmendëm edhe në fillim, jetojmë në një realitet ku frika është bërë pjesë e përditshmërisë. Allahu e përshkruan një situatë të tillë duke na thënë në një ajet kuranor: Esta'idhu billah, bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne do t'ju sprovojmë me diçka nga frika, nga uria, me humbje të pasurisë, të jetëve dhe fryteve. Dhe ti, o Muhammed, përgëzoj durimtarët, përgëzoj sabërlit. Kjo ajet nuk flet për një periudhë të largët historike. Ai është aktual edhe në realitetin e sotëm. Frika dhe pasiguria ekonomike, humbjet, të gjitha këto janë pjesë e sprovës njerëzore. Dhe përgjigjja islame ndaj kësaj nuk është paniku, por durimi i vetëdijshëm dhe besimi aktiv. Ramazani gjithashtu vjen në një kontekst për të na rikujtuar se siguria e vërtet është siguri tek Allahu Gjelleshanuhu. Nuk është siguri as politike e as ekonomike. Allahu Gjelleshanuhu këtë na e përmend në Kur'an duke thënë: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhe dijeni se zemrat qetësohen me përmendjen e Allahu Gjelleshanuhu. Jo me lajme të mira, jo me garanci materiale, por me përmendjen dhe përkujtimin e Allahut fuqiplot. Të pyesim veten tonë, apo na lodh agjerimi, apo po na lodh bota? Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot: nuk është i fortë ai i cili i mposht njerëzit, i fortë është ai i cili din të zotëroj veten e tij në momente zemrimi. Kjo thënie tregon qartë se lodhja reale nuk vjen nga mungesa e ushqimit, por nga mungesa e kontrollit të brendshëm. Sot njeriu lodhet për shkak se reagon ndaj gjithçkaje, ndaj çdo lajmi, çdo komenti, çdo provokimi. Dhe agjerimi na mëson se njeriu nuk duhet të reagojë menjëherë. Duhet të presë, të ndalet, të heshtë, të filtrojë. Dhe kjo është arsyeja pse pejgamberi alayhis salam ka thënë: agjerimi është mburoj. Mburoj nga çka? Nuk është mburoj vetëm nga zjarri i xhehenemit, mirë po gjithashtu është edhe mburoj nga shpërbërja e brendshme e njeriut. Ramazani gjithashtu është qetësim psikologjik dhe rregullim moral. Allahu i madhëruar në Kur'anin fuqiplot thotë: Esta'idhu billah, bismillahirrahmanirrahim, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allahu dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron vështirësi. Kjo ajet vjen pikërisht në kontekstin e Ramazanit. Pra Ramazani nuk është projekt për ta thyrë njeriu, përkundrazi është për ta rregulluar dhe për ta qetësuar atë. Nëse Ramazani kthehet në burim nervozizmi, në burim konflikti dhe tensioni, atëherë e kemi humbur thelbin e këtij ibadeti. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot: Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e braktis fjalën e keqe dhe veprimin me të,
Allahu Gjelleshanuhu nuk ka nevojë që ai njeri ta braktis ushqimin dhe pijen. Kjo tregon qartë se agjërimi është një projekt moral, nuk është dietë sezonale. Agjërimi gjithashtu një nga detyrat e saj e ka afrimin me Allahun Gjelleshanuhu. Duhet të kemi parasysh se agjërimi duhet të na afrojë më shumë tek Allahu Gjelleshanuhu. Allahu Gjelleshanuhu në një ajet thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dhe kur të pyesin për mua besimtarët, thuaj unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Pra më lutuni mua dhe më besoni që të jeni nga ata të udhëzuarit. Në shumë ajete Allahu Gjelleshanuhu kur flet për diçka i thot, i drejtohet pejgamberit alayhi salam, të pyesin ty për hënën, të pyesin ty për diçka tjetër dhe ti thuaj ju kështu. Pra në mes e vendos fjalën kul, ndërsa në ajetin e agjerimit që vin pas ajeteve të agjerimit për përgjigje ndaj Allahu Gjelleshanuhu thot: "Dhe kur të pyesin robërit për mua, nuk thot thuaju, edhe pse ne e përkthejmë ashtu. Direkt Allahu Gjelleshanuhu futet duke thënë: unë jam afër tyre. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet." Allahu Gjelleshanuhu na shpjegon se në një botë që nuk premton asgjë, Allahu premton gjithçka. Në një realitet që ndryshon çdo ditë, Allahu është i përhershëm dhe i pandryshueshëm. Ky Ramazan në kohë krizash pa sigurie globale nuk na është dhënë për të na rënduar, por për të na qetësuar, për të na kthjellur dhe për të na bërë që të jemi më afër Allahut fuqiplot. Ramazani nuk na fton që të ikim nga bota, por të kuptojmë se nuk duhet të jetë bota ajo që futet në zemrat tona, por dashuria ndaj Allahut dhe dashuria ndaj veprave të cilat i do Allahu Gjelleshanuhu. Në fund, të dashur teleshikues, Allahu na bëft prej atyre të cilët e kuptojnë Ramazanin si mëshirë e jo si barë, e kuptojnë Ramazanin si shpëtim e jo si zakon vjetor. Në fund, më lejoni që edhe një herë t'ju bëj për hajër këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun Gjelleshanuhu që në këtë muaj ku ai lëshon rahmetin dhe mëshirën e tij, ne të bëhemi pjesëtar të kësaj mëshire, të arrim që të na falen mëkatet, të ashtojmë dozën e ibadeteve dhe, siç thash edhe në fillim, të dalim nga ky muaj i bekuar me falje dhe Allahu duke qenë i kënaqur me ne. Ju qoftë për hajër ky muaj i bekuar i Ramazanit. Takohemi nesër mbrëma në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.